Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës ka organizuar ekspozite me fotografi, kujtesa në fotografi xhamit e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve 90, e cila dokumenton shkatrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore gjatë luftrave të viteve 90 e ku mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Nga aty, Kurti tha se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për dokumentimin e dëmeve dhe kërkimin e drejtësisë dhe dëmshpërblimit për shkatrimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në gjykimet e Tribunalit Hagës, shkatrimi i qëllimshëm i trashëgimisë kulturore gjatë kësaj lufte është cilësuar si krim kundër njerëzimit. Në fund vitit 2021, qeveria e Republikës Kosovës ka ndërmarrë hapa konkret për të kërkuar drejtësi për shkatrimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Një komision i përbërë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar ka dokumentuar zyrtarisht dëmet dhe humbjet, duke i hapur rrugë kërkesës sonë për drejtësi dhe kompenzim. Në bazë të këtij raporti, gjatë periudhës 1998-1999, janë shkatruar 1788 monumente trashëgimisë kulturore, janë grabitur mbi 3724 objekte muzeale nga koleksionet e muzeve publike të Kosovës dhe janë shkatruar 175 biblioteka publike me mbi 1.7 milion libra. Kjo ekspozitë organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Myshtiju i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, tha se shkatrimi i objekteve fetare ishte pjesë e një projekti të qëllimshëm për zhdukjen e identitetit kulturor dhe shpirtëror të popujve autokton. Ne jemi dëshmitar të asaj që ndodhi si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, në këtë ndërmarrje kriminale e cila u krye nga fqinjët tanë. Forcat serbe përveç dhunës fizike, vrasjeve, ekzekutimeve, dëbimeve dhe shkatrimit të jetës njerëzore, tërmorën edhe një fushat të gjerë të shkatrimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Në kuadër të këtij projekti me përmasa gjenocidiale, objektiva të veçantë u bën edhe objektet fetare islame në Kosovë. Kështu forcat serbe me synimin për të fshirë çdo gjurmë të pranisë shqiptare në Kosovë dhe çdo gjurmë të pranisë bosnjake në Bosnjë dhe Hercegovinë, rënuan dhe shkatruan objekte sakrale dhe monumentale me vlera të jashtëzakonshme historike, arkitektonike dhe identitare. Në këtë ekspozitë u tha se gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe Bosnjë Hercegovinë u shkatruan në gjithsej 832 xhami, nga ky numër 218 xhami u shkatruan në Kosovë, ndërsa 614 në Bosnjë dhe Hercegovinë.